Shqipëria nuk do të jetë më tërësisht e varur nga hecet për prodhimin e energjisë. Qeveria prezantoi projektin e parkut eolik në Tropoj, që do të prodhojë energji elektrike nga era. Një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara, sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura. Koha kur Shqipëria duhet dalin treg për të bler energji, po shkon drejt fundit. Kryeministri Edi Rama u shpreh se synimi kryesor mbetet që vendi ynë të kthehet në një eksportues të energjisë në vendet e rajonit, por jo vetëm. Uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit. Kreu i qeverisë ironizoi dhe akuzat për korrupsion, duke u shprehur se bashkëpunimi me kompanitë ndërkombëtare në sektorin e energjisë ka treguar se pretendimet nuk qëndrojnë. Fjala korrupsion është si ato kputucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë. E pranishme në këtë aktivitet, zëvendës kryeministria Ngeherazi dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku u shpreh se sektori po hyn në një fazë të re, teksa vendi ynë po heq varësinë nga blerja e energjisë. Të një sektori që ka garanci se do të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Të dhënat e sistemit energjetik sot në të gjithë segmentet e tij tregojnë ecuri pozitive dhe rezultate konkrete të politikave sektoriale. Parku i energjisë së rinovueshme me erë në Tropoj do të ketë kapacitet 600 MW.